fundamental commitment in my new mandate is to enable maintenance of world peace by inviting Ukraine to join the NATO. Sapo keni parë një video deepfake të rreme të krijuar duke përdorur inteligjencën artificiale. Ne e bëm këtë video ilustrim për më pak se 2 minuta. Gjatë përdorimit të mjeteve për inteligjencën artificiale, mundësitë janë të pakufizuara. Mund të ndryshohet fytyra e një personi me një tjetër, të shtohet një zë i krijuar artificialisht, ndërsa me mjetin e mësimit të makinerisë mund të gjenerohet zëri juaj, gjithsesi të përdoret zëri origjinal i personit për të cilin bëhet videoja deepfake. My name is Donald Trump, and I am the president of Russian Federation. Me ndihmën e inteligjencës artificiale, vetëm disa minuta janë të nevojshme që një informacion i rregullt të bëhet dezinformat keqdashëse. Madje edhe zërin tim të cilin e dëgjuat deri tani është krijuar nga një platformë që përdor inteligjencën artificiale. Çfarë është deepfake? Është përmbajtje mediatike sintetike e cila rreshëm keq interpreton personazhet dhe ngjarjet, të krijuara me përdorimin e inteligjencës artificiale përmes algoritmeve për mësim të makinerive dhe metodave të mësuarit të thellë. Ato mund të jenë bindëse, reale dhe të vështira për t'u detektuar, kur janë mirë të bëra me ndihmën e teknologjive të sofistikuara dhe të fuqishme. Disa prej tyre mund të duken sikur një shaka pa kuptim, zbavitje apo lojë. I am not Morgan Freeman, and what you see is not real. Por në jetën reale, situata është më ndryshe. Më shpesh motivi është nëpërmjet manipulimit dhe shtrembërimit të së vërtetës, të krijohet një realitet paralel për qëllimet fitimprurëse të grupeve të interesit. Pavarësisht nëse motivet janë politike, geostrategjike, përfituese, viktima është e njëjta. Kjo është e vërteta. Përshëndetje të gjithëve, siç e keni marrë vesh së fundmi nga lajmet e fundit, unë këto 2 ditë sapo kam blerë dhe Twitter. I am from Republic of Srpska. There has been a lot of debating lately whether or not I am Serb, but now the time has come to proudly say, yes I am. Me përdorimin për qëllim të keq të inteligjencës artificiale për të krijuar video deepfake, qytetarët e vendeve të Ballkanit Perëndimor janë në shënjestër të deepfakerave. Në këto pjesë të njohura për përçarje historike, pavarësisht nëse janë fetare apo kombëtare, përdoren teknika të ndryshme për të thelluar atë. Disa nga këto video deepfake lokalisht gjenerohen nga fermat e trolleve dhe të tjerat merren shpesh nga burime ruse dhe proruse. І раджу скласти зброю і повернутися до своїх сімей. Por vetë komoditeti i rajonit të Ballkanit Perëndimor për përhapjen e përmbajtjeve të rreshme është se narrativa origjinale që qëndron pas kësaj përmbajtjeje është përshtatur me sukses dhe ndryshohet në varësi të territorit në të cilin është përhapur. Dhe ashtu, tek disa përmbajtje të caktuara deepfake të krijuara për të tërhequr vëmendjen ose nevoja clickbait, nga njëra anë i përdorin mashtruesit të cilët nga përdoruesit e mashtruar marrin para ose vjedhin të dhëna personale, ndërsa nga ana tjetër si pjesë e narrativave për përhapjen e intolerancës ndëretnike ose fetare. Janë shfaqur 10 fotografi të rreshme për Papa Franceskun, me të cilat ai paraqitet në mënyrë të rreme si promotor i të ashtu quajturave vlera të shtrembëruara perëndimore dhe në funksion të një narrativi se ai është një armik i ortodoksisë në temën e vlerave të shtrembëruara të përhapura nga perëndimi. Më pas, fotografi të rreme të presidentit rus Putin duke bërë tifo për Serbinë në kampionatin evropian, me qëllim që të paraqitet si një mik i popullit të rajonit si pjesë e narrativës se ai është një udhëheqës ose mbrojtës i ortodoksisë. Në vitin 2023, filluan të shfaqen edhe manipulime politike që mund të shkaktonin dhunë. Një audio incizimi rremi një bisede të pretenduar mes kryeministrit të Kosovës Kurti dhe ambasadorit amerikan në Kosovë Hovenier, i publikuar në rrjetin social Twitter, ka shërbyer për të mbjellë frikë dhe urrejtje. Në të, ambasadori Hovenier shpreh shqetësimin për arrestimet masive të serbëve në Kosovë. And with all those baseless arrests of Serbs, I have to tell you that it needs to be stopped as soon as possible. The arrest of Serbs is the price that Serbs have to pay. Incizimi ishte demantuar, por trollëve dhe tabloidëve serb u shërbyen si një justifikim për të nxitur intolerancën kombëtare.
Por një nga videot më të tmerrshme deepfake e cila është përhapur në këto hapësira është videoja që u shfaq në rrjetet sociale pas vrasjes së kosovares Liridona Ademaj, në të cilën ajo vetë përshkruan aktin e vrasjes së saj. Videoja shkaktoi reagime të ashpra jo vetëm në Kosovë, por edhe në mbar rajonin. Një shembull konkret për ndikimin e real të deepfake mbi procesin zgjedhor ka ndodhur në vitin 2023 në Slovaki, shpjegon eksperti slovak Jan Cingel në konferencën e mbajtur në Shkup. There was a voice of a very famous Slovak investigative journalist, as if speaking on phone again with the leader of this progressive Slovakia, this Mr. Šimečka, and it sounded as if they are plotting of buying Roma votes in eastern parts of Slovakia. One day before the elections, the director of Russia's civilian intelligence service, the foreign intelligence service, Mr. Narishkin, went on Russia First channel saying that the elections in Slovakia will be stolen by the US. CIA is going to steal the elections in Slovakia in order these liberals and progressives, in order they can continue supporting weapons to Ukraine. Në një koncept të tillë geopolitik, është më së nevojshme rritja e njohurive për mundësitë që ofron inteligjenca artificiale, por edhe për rrezikjet, përkatësisht në fushën e krimit të përmbajtjeve të rreshme, sepse target grupi për këto video deepfake janë qytetarët. Shërbejnë edhe si media për përhapjen e tyre të mëtejshme, duke i shpërndarë mëtej ato përmes rrjeteve sociale. Në të gjitha vendet e rajonit, shërbimet e verifikimit të fakteve janë vija e parë e mbrojtjes së të vërtetës. Duke zbuluar dezinformata të tilla, ato u ndihmojnë qytetarëve dhe gazetarëve që të mos përsëri gënjehen, veçanërisht kur rezultatet e tyre shpërndahen më gjerësisht. Për këtë qëllim është i nevojshëm edukim i gjerë për qytetarët për njohjen e hershme të përmbajtjeve të rreme dhe teknikave të manipulimit përmes sistemit arsimor dhe medias, mbështetje për verifikimin e besueshmërisë së video përmbajtjeve, përdorimin dhe shpërndarjen e njohurive të cilat i krijojnë kontrolluesit e fakteve, bashkëpunimi mes institucioneve shtetërore dhe shoqërisë civile, mediave, shkencëtarëve, botën e biznesit dhe aktorë të tjerë për krijimin e politikave publike dhe ballafaqimin me sfidat që ndërlidhen me këtë lloj dezinformimi në përputhje me rregulloret e Bashkimit Evropian.